Nëse futbolli në Europë arrin nivelin më të lartë, jashtë Europës është përjetimi vërtet, ai i çmendur, i tifozëve që t'i kalojnë çdo fantazi vetëm për të parë një ndeshje futbolli, jo më kot, stadiumet që japin pamje të çmendur dhe që të rënqethin duke shkaktuar presion të madh mbi lojtarët, nuk janë as Camp Nou dhe as Santiago Bernabeu, por ai i River Plate-it dhe ekipeve të tjera të ngjashme, ku provorimat janë të frikshme, tifozët qëndrojnë për 90 minuta në këmbë. Në mbrëmjen e djeshme, është luajtur një ndeshje në Copa Libertadores, Colo-Colo Fortaleza, një ekip i Kilit që priti një ekip nga Brazili, dhe pamja ishte e ngjashme mes asaj mbrëmje të parushme të Beogradit, Serbi-Shqipëri, por këtë herë situata është edhe më dramatike, pasi u shkaktua një tragjedi. Para ndeshjes, 150 tifozë që nuk ishin arritur të siguronin bilet, u munduan të shkaktonin kaos dhe të hynin në stadium duke çarë rrethimin e policisë. Më pas makinë policie me gaz lotësiellës është munduar të hyjë në atë kaos për të shpërndarë njerëzit dhe thuhet se një makinë ka goditur 2 fëmijë që kanë ndruar jetë në vend, një djalë 18 vjeçar dhe një vajzë vetëm 13 vjeçe, dhe arsyeja e vetme është se ata donin që të hyjnë në stadium pa bilet. Aktualisht, autoritetet po jetojnë rastin në fjalë dhe polici që drejton makinën nuk është arrestuar ende, ndërkohë gjatë ndeshjes, me pamjet që afrojnë me ato që ndodhi në Beograd, ishte pikërisht e njëjta skem, por pa dronit ton të famshëm. Në minutën e 72, kur rezultati ishte 0-0, disa incidente po ndodhin në tribunën e tifozëve vendas dhe arbitri ndërpreu ndeshjen për të qetësuar situatën. Ky ishte vendimi më i mirë dhe për fatin e mirë, lojtarët e Fortalezës kuptuan se rrethimi i stadiumit u ça dhe tifozët po hynin brenda. Kështu ata vrapuan para kohe me vrap drejt dhomave të zhveshjes, po vendi ku ndodhej tuneli për t'u larguar nuk ishte as pak në pozicion të favorshëm. Ata duhet të shkonin shumë afër vendit ku ndodheshin tifozët e Colo-Colos për të rritur shansin e përplasjes, ashtu si edhe në Beograd, tifozët hynë dhe goditën lojtarët e Fortalezës, por për fat, këto raste ishin shumë të pakta, pasi ata e kapën më shpejt në kohë skenën e futjes së tifozëve. Gjithashtu një tjetër ndryshim nga ngjarja e Beogradit dhe Evropa, në këtë rast ishin dhe shumë huliganë femra që hynë në fushë për të shkelmuar lojtarët kundërshtar. Sikur të mos mjaftonte gjitha kjo, organizatorët kërkuan në fillim që të zbrazej stadiumi dhe ndeshja të riluhej, atje ku dhe u la, pavarësisht se ishin edhe 2 tifozë që kishin ndruar jetë, por në fund lojtarët e Fortalezës nuk dolën në fushë dhe ndeshja do të shtyhej.